dështuar që atëherë jemi duke diskutuar shumë fort edhe jashtë kamerave, po e vazhdojmë diskutimin brenda kamerave. Zoti Topuzi, juve thatë që pas mesazheve publicitare, po ju a shpjegoj. Çfarë dëshironi ti? Problemi është shpjegoni zoti Zusi. Pra, ne vazhdojmë të jemi pas standarde në turizëm, pra akoma nuk kemi miratuar, ligji ekziston, nuk janë bërë aktet në ligjore, dhe në standardet është një pikë, po marrë një element të rëndësishëm. Në rast se ti përdor elementet e zonës, ti ke 10 pikë në kualifikimit për të marrë yjet e një hoteli, apo një agrobiznesi. 10 pikë, 12 pikë ka po të kesh i pishin. Pra ti mjafton të përdorësh produktet rajonale dhe merr 10 pikë të cilat mund t'i duan. Pra të intereson të lidhesh me fshatarët e zonës. Pra je interesuar të lidhesh. S'ka lidhje fare këto me. Pa ma dëgjoj një minutë, me qenë se ky ligj akoma nuk është bërë aktiv, pra akoma ne jemi në fazën pa standarde në turizëm. Ti nuk e detyron dot atë që të marri produkte vendase. Nuk e kushtozon. Nuk e kushtozon. Kurse kjo të detyron vetvetiu, pra ti mund mos kesh në restoran kondicioner dhe të ulen 10 pikë. Dhe mund mos kesh çarçafët të kësaj si mund të ulen 1 apo 2 pikë. Dhe për të mbledhur këto e ke shumë thjesht. Merr produktet e vendit, trajtoj ato dhe merr. Po, të vendoset një pikë averash. Është nxitë. Pra të vendoset një pikë averash 50%. Po jo nuk. Po them pra, po nuk është nuk zbatohet ligji pra. Krish pra, atëherë ky është zbatuar ligji që kemi. Po kërkoj. Në qoftë se unë do shoh që krahas atij raportit të ndikimit në mjedis, do kem edhe raportin e ndikimit në ekonomi, ku thuhet që nga fatura e ushqimeve ky resort 50% do ketë ushqime me origjinë shqiptare. Nga ndërtimi, 60% e materialeve dhe punime do jenë të bëra nga kompani shqiptare. Nga punësimi, 80% e stafit do jenë shqiptar. Grafikun 2, efektet e mundshme në punësim. Unë filloj e kuptoj raportin tim me këtë investim. Por në qofse në këtë investim, ai nuk ja merr salqiqen ati sallameris shqiptare, sepse është një salqiqe tjetër që i kushton 200 lekë më lirë, atëherë ky nuk më intereson mu ky investim. Në qofse ky fillon e sjell punëtor nga Filipinet, sepse i kushtojnë 100.000 lekë më lirë se sa punëtori shqiptar, mua nuk më intereson. Do thuash ti ai nuk të vjen. Atëherë nuk është ashtu, sepse faktikisht Melia, Marriott nuk kanë nga punës nga Filipine. Pse? Paguan më tepër se sa punëtorët e tjerë të turizmit. Paguan sipas kodit punës shqiptar. Të shtunë dire ka pushim. Në rast se të punoj dytë ka 25%, në rast se punon ditë dire ka 50%. Ka ditë e fesave pushim, ka pagë më të lartë, dhe më janë gjitha element cilët ti mund t'i përfitosh në një subjekt të kësaj kategorie, sepse ai ka vendosur emrin për parë. Si ekonomia më burë, ne si qytetar shqiptar. Ta shpjegoj me 2 llave pra. Ne para një muaji, vetëm një sekondë, me qenë se përmendëm Malin e Zi, si vend që i ka përftuar këto, unë di që qysh në 2000 biles në fundin e viteve 90, fillimi 2000-shit, në Budva, gjithë Budva është me ndërtimet ulta, është vetëm një pallat në mes atje, një pallat me shumë kate. Dhe djali i kryetarit Budvës, që unë e kam pas bashkë student në turizëm, më tha, ky pallat, tha, unë ndërtua, nuk donte Këshilli Bashkiak ta aprovonte, por e ndërtoj me një kusht. Do të ta japim këtë leje me kusht që ti të bësh ujësjellësin e qytetit, sepse Budva vunte për ujësjellës. Pra, bëri një shërbim publik, dhe okej, po heqim dorë nga një prishje e pejsazhit ton, po për një ky projekt të kushtëzohet, doni tonë. Edhe ky projekt ka nevojë për interesat publike të kushtëzohet. Do të japim një kontribut edhe në momentin fillestar dhe duhet na garantoj që në VMC ne po japim një pasuri që nuk e rikthejmë dot më, një atraksion turistik që nuk e rikthejmë dot më, por në funksion ekonomik. Sepse në qoftë se ky projekt nuk na punson me mira njerëz gjatë procesit ndërtimit, nuk na punson me qindra dhe me mira efektet e mundshme në punësim. Grafiku 2. Në qoftë se dyshek prodhohen në Shqipëri dhe ai do t'i sjellin nga Italia. Në qoftë se mobiljet prodhohen në Shqipëri dhe ai do t'i sjellin nga Italia. Atëherë, cili është interesi jonë? Në fund të fundit, atëherë interesou Marriott ku i ka bërë mobiljet?
Ai ka bërë në Shqipëri. Ore impakt e burr, një impakt ekonomik. Mobilit janë bërë në Shqipëri, këtyre rjetëve. Për ta përmbyllur, në fund të fundit, ajo është një ekonomi tregu. Pra, ti edhe ai që investon, të shohin fundit edhe interese vetë, po ti këtë drejt në pjesën që patjetër duhet të ketë transparencë dhe duhet të ketë edhe disa benefite të dukshme, të prekshme, të diskutuara, të përfitimit edhe të personave që nuk jetojnë vetëm zvërnec. Ke shumë të drejtë. Por, tek e fundit, nuk mund t'i vendosësh kushte që në fillim pa nisur punën, në jemi në start, ti thuash që ti do marrësh 1, 2, 3, 4, 5, sepse i thot I dashur Gendi, edhe unë atëherë nuk kam sepse I paragjykoj ato 10.000 veta që dalin e protestojnë atje. Kam se I paragjykoj politikat e gabuar që ta jap një pasuri. Ata shprehin një shqetësim. Nuk dua të jap një pasuri në këmbim të cilës nuk marr asgjë, sepse nuk kam për ta marrë më. Ne kjo është me kemi këtë garanci që do funksionojë gjithçka. Do me të kemi këtë garanci që ai nuk do ta... Po se ka patur as Greku ku ka zhvilluar projektin e vet, ka patur as Turku, po I ka ecur shqyr. Ke bërë një strategji të turizmit, të cilën je I detyruar ta zbatosh. Në rast se ti nuk e zbaton, atëherë ngriu, prandaj ka opozit, prandaj ka shoqëri civile, dhe diskutohet, prandaj ka prokurori, ka SPAK, denoncohet, mos e lejo ta bëj. Tani, se ky është problemi, tani, ky sistem, ky nivel Jo, që ky nivel ndërtimi ka këto tregus. Pra në 100% të ardhurave që siguron ky lloj biznesi, pra hotele me 5 yje dhe... I lutem regjist grafikun 4 efekti I pritshëm në turizm. Turist shtesë, vizitorët kategorisë premium, shpenzim mesatar për turizm. Te projekti zhvillimit është... Po, faleminderit. Përfitimet për shtetin. Nuk është kjo, do me thënë, dhe kjo pjesë që thua ti, 3 hotele janë aty dhe pjesa tjetër janë pallate, hyrje, tek në Zvërnec. Jo, e ke gabim. Nuk kemi projekt, ende E di çfarë ndodh tani, me IA janë duke bërë çdo gjë, ka rrezik të çojnë edhe Shiko, mirë është mos të, edhe ne nuk kemi pse të bijem gras në këtë, përsa ko nuk ka projekt. Ti mendon se mund të bëj një projekt që bën 400-500 euro, mund ta bëj pa u garantuar për tokën, për lejet e për gjitha? Jo, atë nuk e bën. Por impaktin ekonomik ai mund ta bëj. Impaktin ekonomik dhe ka detyrim. Sepse Zaku, të dy ne jemi profesionistë të turizmit. Por turizmi që nuk sjell para, nuk sjell zhvillim, sepse turizmi prodhon për vendasit, e dim të tashmë në teorinë e turizmit, prodhon shumë probleme. Prodhon kongestion në rrugë, prodhon ndotje, prodhon rritje çmimesh, prodhon shumë gjëra. To kompensohen me të ardhurat që turizmi ja sjell komunitetit. Por në qoftë se turizmi më sjell mua vetëm probleme dhe nuk më sjell të ardhurat, nuk e duhet. Zoti Zuzi ta dëgjojmë edhe zotin Ky lloj turizmi që po bën ti, të sjell ndotje dhe turizmi është një nga ndotësit më të mëdhenj planetit ashtu. Turizmi, pse po kërkohet turizmi elitar? Turizmi elitar mze vetëm 2% kapaciteteve akomoduese dhe siguron nga 22 deri në 33% të ardhurave të turizmit, sepse lidhet dhe me turizmin, lidhet dhe me blerje. Gati 1/3 e të ardhurave. Ti ulën ndotjet, sjell 8 herë më shumë të ardhura se turizmi zakonshëm. I lutem regjist grafikun 5, efekti I pritshëm në turizëm. Po ja pra, elementet tash. Sa të ardhurave do sjellin dhe si do shpërndajnë këto të ardhurave. Sepse ka rëndësi edhe shpërndajnë. Ta mbaroj bisedën. Mund ta sqaroj këtë me ta mbaroj edhe 2 fjalë. Ta mbaroj zoti Uzi, pastaj zoti turizmi elitar. Pastaj zoti profesor Muçi. Luxury me 5 yje dhe ky mix use që përdoret, në 100% të ardhurave, 45 deri në 48% I ka paga. Sepse 40% e punojësve janë punojës të kualifikuar. Prandaj bëhet fjalë për vjetra mira. Dhe në rast se flasim për një hotel me 100 dhoma, ky ka 130 deri në 150 punojës. Dhe ata që thonë do lajnë banja, ky hotel pra, po marrin shembull 100, që ka deri në 150 punojës, ka vetëm 18 veta që merren me këtë larjen e dhomave pastrimit. Pjesa tjetër janë punojës specialist kualifikuar dhe pjesa tjetër 35 deri në 40% janë shpenzime
të cilat lidhen me mirëmbajtjen, me materialet e nevojshme që duen, me infrastrukturë. Dhe që do i gjejt në vend, në komunitet. Dhe fitimi i këtij është 15 deri 20%. Pra, vetëm 15 deri 20% janë element që hikin jashtë. Tashi, kishte edhe... Nga 4 miliard që ishte shqetësimi i zotit Zus. Dhe kishte edhe ekspert, domethënë që flasin dhe thotë, domatet ai do t'i sjellë nga jashtë, kurse thethi i prodhon aty. Thethi jo domaten që nuk e prodhon, po as qumshi nuk arrin do ta prodhoj. Dhe nuk është faj i zvërnecit, po është faj i politikave, subvencionuese. Ke unë ishe një panajir vera, Italisë Jugut. 3, 4, 5 euro ishte maksimumi i çmimeve të verave nga më të mira çmimi i fabrikës. Pse? Sepse ai e subvencionon verën. Prandaj edhe ka në çmim të tjerë konkurrues. Pra, e subvencionon dhe kur ai të thot me 3 apo 4 dhe po shkosh në Itali me 5 euro, 6 euro gjen verë shumë të mirë. Barolën e gjen me 12 euro, 13 euro në periudha të caktuara kohë. Pra në rast se ti do vazhdosh me këtë politikë, pra nuk do subvencionosh bujqësinë, nuk do subvencionosh, ti përsëri domaten do ta marrësh nga Turqia. Atëherë zoti Beqiri, pastaj zoti Zusi sepse e kërkoi fjalën. Gjithë kjo problematik faktikisht ka nisur, siç e thamë edhe në fillim, me pjesën që e bëm projektin të mbyllur, por ne nuk kemi trajtuar absolutisht. Pra, ky është gabim teknik, taktik, i arrogancës, i gjithçkaje që u prezantua si diçka e kryer, ndërkohë që nuk e ndjekur hapat. Që të shkosh me investim strategjik, ai patjetër ka për detyrë të sjellë plan biznesi, impaktin social, impaktin që do ketë punësim, mundësinë e një cash flow të investimit, pra mënyrës si llojin e hotelit, standardin e hotelit, brandin e hotelit. Dua ta pyes zotin. Gjitha këto janë brandet. Gjitha këto janë gjëra që do kesh në dosjen e aplikimit në momentin që do marrësh. Pra, problemi që i kësaj kakofonie që ka ndodhur faktikisht, edhe për zvërnecin që realisht konfuzion informacioni. Mua zvërneci për te impaktit që është një zonë e mbrojtur e kategorisë së caktuar, nuk është perla e Shqipërisë. Flasëm realisht. Kush bën plazh në Zvërnec? Po ky është më të ham, jo mushkonja, po kunubi thoshin. Aktualisht në Zvërnec shkojnë vetëm me ca të huaj me rulon ose shqiptar që bën plazh nudo. Dhe ka rryma dhe deti nuk është i cilësisë që themi ne po lëmënd. Pra mirë se të na vinë këto 4 miliard. Pra gafa dhe gabimi që e meriton njerëzit që kanë dalë aty, është sepse ne bëm projektin të mbyllur, firmosur, ndërkohë s'kemi nisë të dimë si do jetë. Profesor Muço? Pra ja, kjo është çështje. Prandaj të çuar qytetar për transparencën. Ti the që projekti u mbyll dhe nuk diskutohet më kjo gjë. E kjo është përmendur disa herë ditët e fundit. Ndërkohë që qytetarët duhet ta dinin se tha që në fillim të ndërhyrjes zoti Zusi. Dhe jam shumë dakord me ato që thot zoti Topuzi, po nuk jam as pak dakord kur nuk di kush është investitori si qytetari thjesht. Me thënë se investitori nuk dihet kush është. Jam shumë dakord që nëse do ishin hotelet kësaj natyre, do ishte shfrytëzim. Dy vëllezër Al Kayat, miliarder në doha të Katarit. Nuk do kishte ndërtesa të larta që të dëmtoja o pjesa si peizazhi mbrojtur e të dëmtoshin ato habitati shpendëve të mbrojtura të tjera. Të gjitha këto, kush është kundra? Le të japim kohës kohë. Me të thënë drejtën, koha ka treguar gjën më parë. Në momentin që avancohet e yt, të lutem, të gjithë në shesh. Pa dashur të përmendim, edhe mbyll. Pa dashur të përmendi emra konkret investime. Sot ne që po flasim, kemi në Palas, në Himar, në Ndërmi, shikojmë komplekse pa fund investitor strategjik që ka vetëm vila, që nuk janë as për qytetarë shqiptarë sepse janë relativisht shtrenjtë. Dhe është për investim privat, në fundit kemi se t'ja përcaktojmë me çmimin, por nuk është as për të huaj, nuk si në as turistë huaj. Dakor, pra kjo është një politikë e gabuar, ne kemi diskutuar në çdo takim. Se është investuesi huaj, kjo është ide. Se do jetë te Zvërneci politikë e drejtë. Pra, duke qenë se politika është e lidhur me biznesin, ne jemi në këtë fazë. Ky lloj ndërtimi dështoi në Egjipt, dështoi në Bullgari, dështoi më përpara në Spanjë, dhe çfarë ndodhi? Dështoi edhe në Greqi tani. Resortet e vilave. Çfarë ndodhi? Po të shkosh në Greqi, në resortet me zona, shikon shitet. Pse ndodhi kjo? Qeveria vuri taksa
dhe ti nuk mund ta mbaje dot një shtëpi dytë në aty, pra në Greqi, një vilë e tillë e ka 3.500 deri në 5.000 euro taksën vjetore. Me rrogë 700-800 euro sa e kanë, 1.000 euro sa e kanë ata, nuk paguan dot kaq shumë dhe i nxjerrin shitje. Dhe çfarë ka ndodhur? Këto janë kthyer në industri turistike. Pra janë bërë komplekse që funksionojnë gjatë gjithë kohës. Pra, dhe kur qeveria bën gabim, nuk i rikthehet më për të rishikuar se si mund të rregullohet kjo punë. Kaq, mjafton të merresh të pyesësh ekspertë, të njëjtë gjë ka bërë Spanja, i ka kthyer shkolla. Lerosh, një nga shkollat më të mira në botë të turizmit, është në një resort të kësaj natyre. Pra, shkolla është pjesë e resortit për të punuar aty mësojnë, si thua, studentët për turizëm. Studentët dhe të akomodohen pasaj në këto pjesë. Dhe i kanë turizëm përballë. Zoti Xusi, ka që thjesht është problemi. Që mund të përshtatësh. Edhe kur ke bërë gabime me resortet më mendje madhësia, mos konsultimi, këto janë elemente. Janë bërë bashkë dhe kanë bërë një resort me standarde të reja. Zoti Xusi. Dhe të kuptosh edhe një gjë, se e kam edhe me këta. Unë djevë dola në protest për të parë se çfarë ndodh. Ishte një vajzë e cila foli mbi 10 minuta dhe tha Shqipëria, domethënë autoktone, Greqia na kthej tokat tona, Malizit na kthej tokat tona, Maqedonia na kthej tokat tona, Shqipëria etnike. E kupton ti tani si bëhet kjo kauza e për fat keq nuk është në interes të kapitalit që duan të shtojnë vendin. Ti po shkon në Europë dhe po pretendon të thotë po ta fut në Europë, çfarë do bëj kë? Ky do vej vetëm që të filloj për fat keq, duket si një dumbabizëm i ri modern, por të urojmë që të jenë në radhë parapajsor, por kryesorja këtë anullimin e këtij projekti ta shikojnë edhe një herë nëse është e mundur. Po zoti Xusi, dëshiruat fjalën që para 10 minutash. Atëherë, në mënyrë absolute unë nuk do doja kurrësi që ky investim të digjet. Absolutisht. Është një shans që duhen dekada për të ardhur. Në mënyrë absolute ky investim njerë në një gjenerat. Atëherë nëse atje ka një interes, në mënyrë absolute ne duhet bëjmë çdo gjë për ta mbajtur, por unë jam për të negociuar. Ne jemi sipërmarrës. Ne shohim se dikush ka një interes për një gjë tonën dhe ne negociojmë maksimalisht për më marrë atë që duam të marrim. Pa e humbur okazionin, pa e humbur mundësinë për të bërë biznes. Pa e larguar investuesin. Pa e humbur mundësinë për të bërë biznes. Miliarder. Edhe unë këtë them, të përpiqemi ta mbajmë këto 4 miliardëshin. Por të përpiqemi të marrim maksimumin prej saj, që qysh në fazën e ndërtimit të jenë ja 100, 200, 1000 kompani shqiptare që jenë të përfshira në këtë proces. Pra të shohim maksimumin e interesit që ne mund të nxjerrim nga ky grup investitorësh, me qenë se që kanë dashuruar me atë vend atje dhe ju duket një vend strategjik që mund bëjë një të ardhme të jashtëzakonshme. Atëherë, le ta përdorim këtë interes të tyre, këtë vizion që ato kanë, për të marrë maksimumin qysh në fazën e ndërtimit, më tej në fazën e punësimit, sepse thot Zaku që do jenë 10 mijë. Po, i lutem edhe një herë, efektet e mundshme në punësim, grafiku 2, regjis. Ti sjell nga Dubai, ti sjell nga kjo, ti sjell nga ai. Ja ta shpjegoj edhe këtë. Dhe përsëri edhe këtu duhen vendosur disa norma, mendoj unë. Por gjithsesi ato që do merren me këtë punë le të japin një raport. Me këmbgulje edhe personale prej 4 vjetësh kam ngritur problemin e punëesve sezonal turizm. Pra pagat në jug janë më të larta tek ne se sa në Greqi dhe se në Italinë e jugut. Që ta dish, sidomos kuzhina. Çfarë ndodh? Mbas 6 muajsh, ai duhet kthehet gjej një punë tjetër. Dhe ne arritëm që ta bindim qeverinë bashkë me ekspertët e huaj që të vendosi subvencionimin e punëesve të turizmit në periudhën pushim, pra 4 muaj diçka e tillë. Dhe kjo kompenson pasaj dhe mbyll gjithë ciklin e punëesve të sezonal. Tani, çfarë ndodhi? Ka qenë një luftë dhe një përpjekje që ne kemi bërë në bashkëpunim me ILO, në Organizatën Botërore të Turizmit, e cila për të sqaruar institucionet shqiptare, para 2 muajsh bëri një takim të nivelit lartë, ku solli ekspertët më të mirë të Italisë, Greqisë, Spanjës dhe folën për se si ata e kanë zgjidhur këtë proces, se si ky proces është më i garantuar se sa proceset e tjera, sepse një punëes sezonal që paguhet nga shteti 4 muaj, ka një kontratë 2 vjeçare që përsëritet në 4 vjet, të cilën nuk mund ta thyej dot, sepse i humbet vazhdimësia. Pra ti është i lidhur, pra ty nuk mund të ndodhi që këtë vit, domethënë mas 6 muajsh ty të hiqin punëesit
dhe vitin tjetër, vin tjetër, ose komshiu thot që sa ke rrogën 500.000, hajtë se unë t'jap 700 dhe të filloj xherimi. Pra mbron dhe punojsin, mbron dhe bizneset. Dhe çfarë ndodh? Pra ajo ekspertja greke tha një shifër shumë mbres lënse. Janë 150.000 dhe 170.000 punonjës të turizmit shqiptar, shqiptar që punojnë në Greqi, në sektorin e turizmit grek. Dhe këta janë njerëz më të kualifikuar se vetë grekët, pasi një pjesë e mirë e grekëve nuk duan të punojnë. Është e njëjta gjë siç ndodh këtu, pra që po vinë nga vendet e tjera dhe çfarë ndodh? Pra në rast se ti do të kesh kushte, ai do të ketë një pagë dhe do punojnë profesion, do ketë një pagë gjithvjetore, ai nuk largohet dhe janë gati të vinë. Unë kam folur jo me një, po me 10 shqiptar, të cilët thotë, unë kam lënë tokën, kam lënë bagtit, kam lënë shtëpinë në fshat, se nuk po flasim për qytetar, kam lënë dhe pronën. Jam gati të vi, sepse këtë nuk e subvencionon qeveria. Sepse qeveria jonë nuk e subvencionon dhe ky është një element. Resortet në Greqi, për ta plotësuar, resortet në Greqi gjatë periudhës para sezonit, pra janar shkurt, janë gjitha në panajre pune në qytetet e mëdha ose dhe jashtë, për të rekrutuar punonjësit për periudhën e verës. Po, zoti Zusi? Absolutisht asgjë kundra asaj që i thot Zaku, por e mbështes edhe ato masën e subvencionit tyre, por me një kusht. Hoteleris, për fjetje i kemi dhënë 14% më pak të vëshë, është 6% të vëshë. Në total, mund jenë një 200 milion euro. Po, ka shtete që edhe kanë zeruar. Letja japim edhe atë, se kuptojnë që turizmi e donë edhe atë punëtorin e paguar. Por, ama, gjithë këto mbështetje, Zaku, duhet ketë edhe një kusht, që X% e faturës së blerjes së produkteve duhet jenë shqiptare. Sepse thash në një agroturizm që kishte marrë 300.000 euro nga qeveria shqiptare, 39 shishet ekspozuar nuk ishte një verë shqiptar. Skandal. Atëherë pse duhet ta subvencionojë? Për çfarë më shërben turizmi? Po s'ta ka fajin hoteli, pra, po them, tani qeveria ka marrë përsipër që të bëj standardizime. Ka fajin hoteli sepse ka Zak. Ne përveç se jemi atje për ta bërë të qëndrueshëm biznesin tonë, në 2008-ën qeveria Berisha e bëri standardet, bëri dhe kategorizimin e hoteleve dhe filluan deri 36-40 hotele u certifikuan, morën dhe yjet. Pastaj u prish, me 2013-ën u bën një ligj i ri për turizmin, u bën ligjet dhe nuk u bën aktet në ligjore për të bërë... Nuk u arrit të zbatohet. Nuk u arrit të zbatohet. Kaq e thjeshtë është problemi. Dhe një gjë që duhet ta them, sepse një nga problemet që diskutohet në për njerëzit është do na marrin tokën, do na tani disa pankarta thonë Adeu nuk është për shitje. E dini ju që ka investitorë shqiptarë që kanë investuar në resorte në Greqi dhe janë stimuluar nga turizmi. Mjafton që ti të ndërtosh mbi 5 milion euro dhe ta bësh të për turizmin. Unë jam e autorizuar të them emrin, por unë kam qenë vjet në 2 prej këtyre dhe ai nga 5 milion euro në tetor mori 1.6 milion euro mbrapsht. Dhe çfarë ka? Pra bleu tokën, i la lekët në Greqi. Punëtorët i morin Greqi, arkitekti e kishte detyrim që të ishte grek. I la dhe ato. To kushte që si kërkesë. Pra ai le të gjitha të ardhurat, punëtorët ishin me kartë. Domethënë ai çekonte dhe nuk kishte nevojë që t'ia shënonte shefi të dhash 2 orë tepër dhe shkonin direkt në zyrën e punës. Dhe nuk kishte dhënë një kafe. Do të kishte ardhur një njerëz, ti thënë, unë ndërtova, donja të më vinte njëri, ti thosh, hajde se po t'japi drejt. Pa një rishfet. Nuk pagon asgjë. Pra, po ta shikosh, çfarë ndodhi? Pra ai investoi dhe greku që është më katolik se ne, i ktheu 1% të mirë të investimit dhe bleu dhe tokën, se pa bler tokën nuk mund ta bënte dot. Dhe nuk ka as dokumenta greke, është thjesht një investitor shqiptar që ai i intereson të vi. Por arkitektin duhet ta kishte grek. Imagjino pastaj çfarë kushtesh tjera ka ai tek produktet, tek gjërat që përdor. 2 minutat e fundit për prezentimin e shërben. Ti kemi nisur 2008 dhe kemi nisur 93-shin. Problemi është që dhe sot e kësaj dite, pse kanë kaluar nga 2008, a kanë kaluar gati 20 vjet, përsëri akoma nuk e kemi përfunduar këto aktet në ligjore. Pra, ideja kjo është, edhe te toka, nuk është asnjë gjë kundra që të vi të blej tokën. Ajo tokë ka probleme që 2009-ën.
toka ku po flitet të ndërtohet ky resort. Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm, si ka mundësi që një kompani kaq serioze, kaq e madhe që dërkon 200 milionë euro, si ka mundësi që nuk ka marrë një studio ligjore për të zgjidhur problematikat e tokës. Prandaj them që populli është shuar për arrogancë. Nuk është se nuk i ka. Në asnjë vend të botës nuk merr avokat për tokën. Problemi është, e di çfarë është investitori strategjik? Investitori strategjik është ky, që mbasi ke marrë këtë dokumentin e kësaj pronës, çdo problem e zgjidh shteti, pra bëhet garant shteti për këtë. Dhe ai e ka të mbyllur ciklin. Tani, nëse do të vinë të vazhdoj mua ma vodhen... Prandaj i solli 187 milionë euro i për tokën. Ky është investitori strategjik. Nuk mund vinte me studio ligjore, kjo është investitori strategjik. Se mund të ketë dhe kombinim tokë publike dhe tokë private për masën e... Jo, me po është ligji, pra, një nga arsyet kryesore që ne diskutuam gjatë kur u bë ligji, ishte kjo. Shteti merr përsipër çdo detyrim. Pjesa e tretë, nëse më lejoni të nderuar miq, dua t'ja kushtoj shqetësimit kryesor të profesor Muços, që është shumë i drejtë, dhe të gjithë thamë këtu po. Pra, me këtë projekt, pjesëmarrja e rrjeteve të mëdha luksoze hoteliere, do të kërkojmë edhe mendimin e specialistit të fushës, por pas pak minutave pushim për mesazhet publicitare.